Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mirë se erdhët në këtë ligjërat të sirës numër 63. Pra do të vazhdojmë me ngjarjet e Hudejbijës, pra marrëveshjes së Hudejbijës. Përmendëm në dy ligjëratet e mëhershme se domethënë pejgamberi alayhis salam nuk arriti një marrëveshje deri më tani, domethënë me Kurajshët, se ata nuk po i lejonin të hynin në Mekë për të kryer umre dhe se patën domethënë disa dërgime të dy anshme, domethënë qoftë muslimanëve tek Kurajshët, qoftë Kurajshëve te pejgamberi alayhis salam. Dhe sot do të vazhdojmë me atë çka tham herën e kaluar se pejgamberi alayhis salam vendosi që ta dërgoj Omerin, pra i thot Omerit që të shkoj te Kurajshët dhe ta bëj domethënë të mirët vesh me ta që t'i lejojnë të hynë në Mekë për të kryer umrën. Nga ligjëratat e mëhershme kemi cekur se domethënë kjo ka qenë një gjë e zakonshme që çdo popull që ka ardhur pa marrë parasysh nëse ka qenë edhe vrasës i dikujt prej banorëve të Mekës, në kohën kur ka ardhur për të bërë umre apo haxhin, ju është lejuar domethënë që të hyjë dhe ka qenë i mbrojtur, sepse kjo është llogaritë domethënë një prej çështjeve të shenjta, pra kryerja e umrës dhe haxhit. Mirë po, në këtë rast me muslimanët, ata nuk po lëshojnë domethënë rrugë, nuk po ju lejojnë atyre dhe deri më tani nuk arritën që të hyjnë dhe ta kryejnë umrën. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Omerit që të shkoj në Mekë, Omeri, Allah qoftë i kënaqur me të, thot o i dërguari i Allahut, thot unë kam frikë se Kurajshët mund të mos më pranojnë mua. Pasi armiqësia ime është shumë e njohur me ta, domethënë Omeri prej momenti që e ka pranuar Islamin, ka dalë domethënë haptazi, i ka sfidua ata, hajt të guxoj dikush le të na pengoj neve muslimanëve, kur e ka bë hijretin, krejt e ka bërë në mënyrë të fshehtë, ai ka dalë me shpatë dhe ka thënë kush don me mbet, domethënë fëmijët e tij e tim apo nëna e tij pa djalë apo le të del dhe le të më pengon mu. Domethënë haptazi i ka luftu jo besimtarët dhe prandaj tash po thot ata kanë një armiqësi me mu dhe në anën tjetër askush prej fisit tem, Benu Adi, nuk është që më mbron, nuk është aty për të më mbrojtë. Nëse ti më thuaj dërguari i Allahut, unë shkoj, po nëse dëshiron dërgoje dikë që është më fisnik se unë, e ai është Uthman ibn Affani. Domethënë e propozon Omeri Uthmani. Prandaj nga ajo çka thon dietarët, domethënë sa i përket guximit të Omerit është dëshmu shumë herë gjatë sirës se atij as syri nuk i kishte trembur dhe kishte shku që të mirët vesh me ta. Po këtu shihet një farë mënyre ajo largpamësia e Omer ibn al-Khattabit, që në këtë rast edhe një farë mënyre ajo sakrifica e tij, se në këtë rast nuk po don me shku atje vetëm si dikush që e prish marrëveshjen, po propozon diçka në një zgjedhje më të afërt që ndoshta kur të shkon Othmani arrihet kjo e mirë për muslimanë. Pra po e shoh veten si një domethënë pengus që mu arrit qëllimi i hyrjes së muslimanëve. Pra po thot mos ata për shkak se më urrejnë mu, po ma shohin sherrin krejt muslimanëve s'po pranohet marrëveshja. Pra është domethënë diçka që duhet me reflektu dhe me kuptu si një mësim se si duhet të analizohen çështjet kur duhet të bëhen sakrificat. Pra dhe pejgamberi alayhis salam më një herë pranoi këtë
sugjerim u pajtu me këtë reflektim të Omerit dhe e dërgoi Osmani. Kur Osmani hyri në Mekë, takohet me një grup njerëzish, të cilët i kishin dalur domethënë në rrugë dhe e ndalojnë. Fillojnë të tallen me të dhe i thojnë s'ke shpresë ti me hyrë në Mekë, edhe as që e kemi ndërmend me negociu me ty. S'ka vend për negociate. Kështu që domethënë aq keq e presin dhe nuk dojnë me lënë saqë Osmani bëhet gati të kthehet. Mirë po, në atë grup ishte edhe Aban ibn Said ibn el As ibn Umeje, domethënë një kusheri i Osmanit, se edhe Osmani ishte ibn Affan ibn el As ibn Umeje, domethënë takoheshin te gjyshërit. Dhe me një herë ai del përpara dhe i thot unë do ta marr Osmanin në garanci. Pra kemi shpjeguar disa herë se ka qenë kjo mënyrë e dhënies së vizës në kohën e xahiljetit domethënë në Arabi. Një njeri e ka marrë si garantues për këtë personin tjetër, ka thonë kjo është në amanetin tim, në mbrojtjen time, dhe të tjerët, banorët e tjerë nuk i kanë bë problem asgjë, për shkak se një bashkëvendas i tyre ka marrë dikon në mbrojtje. Pra kemi shpjeguar disa herë këtë ligj që e kanë pasur ata. Dhe kështu që Abani e merr atë në mbrojtje dhe thot hajde me mu, hyp në kalin tim edhe shko fol me këtë dush se ti je në mbrojtjen time. Dhe shkon domethënë Osmani dhe takohet me udhëheqësit e Mekës, sidomos me Ebu Sufjanin që ishte si në krye, dhe Ebu Sufjani ishte gjithashtu kusheri i Osmanit, pra rrjedhin nga imiti fis, ishin edhe atë kusherit të afërt. Mirë po, edhe Ebu Sufjani, si deri më tani që kanë thënë çdo herë pejgamberit alayhis salam që s'po dojnë me leju, thot sepse do të thonë arabët e gadishët arabik, shikoni se si kanë dështu këta dhe po i lejnë muslimanët me hyrë. Pra inati, pra mospranimi i diçkaje që ka qenë shumë normale për ta, deri më tani që çdo fis, çdo popull me pranu për umre, se e kanë kuptuar shenjtërinë e Mekës dhe e kanë llogarit si diçka të keqe nëse nuk ja lejon dikujt me bë umrën, po e kanë tani me musliman këtë standardin e dyfisht, që nuk po dojnë domethënë me zbatu atë që çdo herë, dhe po i thojnë prapë se jo se do të thonë domethënë arabët do të flasin keq për neve. Dhe në këtë situatë, domethënë Osmani duke u mundu disa herë me bë negociata me ta, duke mundu mi bind, ata vonohen. Në fakt, pejgamberi alayhis salam ja kishte dhënë edhe një detyrë Osmanit që kur shkon atje, shihi takoj muslimanët të cilët nuk kanë mri me ardhë në Medinë se po i pengojnë familjet e tyre me ardhë, ose janë të lidhur, ose janë, domethënë në asi presioni që nuk guxojnë të dalin prej Mekës, të takoj dhe thuj atyre që Allahu e di gjendjen e tyre të durojnë se Allahu do t'ju jep zgjidhje. Pra, nuk ishte që Osmani kishte vetëm këtë punë në taku me një njeri dhe mu kthy, dhe krejt kjo bën domethënë që Osmani të vonohet në domethënë në Mekë më shumë se që e kishin pritur muslimanët. Dhe çka ndodh në ndërkohë, fillojnë muslimanët të bëhen merak për Osmanin. Dhe me siguri dikush flet, dikush thot ka mundësi e kanë vrarë, mos e kanë vrarë. Dal nga dal, domethënë
fillojnë të përhapen këto dyshime, sa që kjo thashë them, domethënë bëhet diçka që fillojnë edhe me besu. Pra veç një paragjykim e tyre që ndoshta e kanë vrarë, po aq shumë ishin të merakosur sa që fillojnë edhe me besu që me siguri ka ndodhur që e kanë vrarë se deri tash i shkëthy. Dhe kjo përhapet deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi alayhis salam thot nuk do të kthehemi, nuk do të largohemi derisa të hakmiremi ndaj tyre dhe të luftojmë. Pra subhanallahu shikoni rrethanat në të cilët janë për momentin musliman. Ata edhe kafshët e tyre janë të lodhur, janë të uritur, janë të etur. Ndërsa kurajshët janë, domethënë, të pushuar në shtëpitë e tyre, e kanë ushqimin, e kanë pijen, muslimanët janë lodhur, domethënë ka 3 javë që kanë dalë për shtëpisë të tyre. Furnizimi ju ka paksu, ushqimi ju ka paksu, uji ju ka paksu, ndërsa kurajshët janë, domethënë, krejt në rregull me këto gjëra. Në anën tjetër, numri i muslimanëve në krahasim me kurajshëve në Mekë është shumë i vogël, pra ata janë kurajshët janë 3 herë më shumë. Muslimanët nuk kanë marrë armë të mirëfillta, vetëm disa sa mos me met fare pa to, sepse ata janë nisë për umre, nuk janë nisë për luftë, nuk janë të armatosur që armatosen zakonisht në luftë. Domethënë kanë shumë më pak, ndërsa me këto rrethana që janë në disfavor të tyre për të luftu, pejgamberi alayhis salam po tret për betejë sepse ju ka bërë një gjë shumë e padrejtë me qunë një njerëz si përfaqësues për me bë një marrëveshje, për me respekt, me u leju me vizitu shtëpinë e shenjtë, që është e drejtë e secilit njeri, dhe ata nëse e kanë vrarë, domethënë kjo tregon diçka shumë të keqe. Dhe pejgamberi alayhis salam kur i thret ata, kjo në një farë mënyre, pra me këto rrethana që janë është një farë thirrje për vdekje, pothuajse të sigurt, sepse gjitha ata faktorë që i përmendën, domethënë janë disfavor të muslimanëve. Prandaj edhe kjo është arsye pse ky betim që do të ndodhë, domethënë në këtë rast është kaq i rëndësishëm në fenë tonë, saqë Allahu i lartësuar e përmend në Kur'an dhe i lavdëron këta njerëz dhe pejgamberi alayhis salam gjithashtu në hadith. Një lajmtar dërgohet të gjithë muslimanëve, duke ju thënë Xhibrili ka zbritur te pejgamberi alayhis salam dhe po ju thret ja jep një besën pejgamberit alayhis salam. Pra, sigurisht se Allahu e di që Uthmani nuk është vrarë. Xhibrili e din se Uthmani nuk është vrarë. Po ky është një test. Pra Allahu deshi mi ngrit me këtë test ata më shumë se që ishin. Dhe domethënë betimi që ata duhet ta bënin tani ishte që do të luftojnë për skaj pejgamberit alayhis salam, domethënë pranë pejgamberit alayhis salam kundër kurajshëve dhe që mos ktheheshin prapa. Prandaj edhe ky betim përfundimisht u quajt Bejatul Ridwan. Domethënë Allah e përshkruan se ky ndodhi në një pemë, në një listë ndodhi ky betim, por Ridwan do të thot edhe kënaqësi. Pra quhet betimi i kënaqësisë. Cilës kënaqësi? Kënaqësisë së Allahut. Pra, sepse Allahu shpalli ajet kuranor ku tregoj se Allahu është i kënaqur me këta besimtar. Se domethënë këtë shprehjen që e kemi kur i themi sahabëve, për shembull e përmend Ebu Bekri radiallahu anhu. Allahu qoftë i kënaqur me të. Pikërisht vjen prej këtij ajeti kuranor ku Allah thot
laqad radiallahu an, dhe më thënë vërtet Allahu që i kënaqur me besimtarët, kur ata në hijen e atij druri të zotoheshin ty. Dhe e dinte se që kishin zemrat e tyre, andaj u dhuroi qetësimin dhe së shpejti i shpërbleu me një fitore, me shlirimin e Hajbilit. Dhe më thënë, pra kjo në Kur'an përmend ju shpërblimi me një fitore, por kjo kuptohet dhe më thënë më vonë që do të ndodh, Allahu do t'ju mundsoj këtë gjë. Si të ndodhi betimi? Pejgamberi alayhis salam e vën dorën e tij, dhe më thënë dhe muslimanët njëri me tjetrin e vën gjithë dorën e tyre për t'ia dhënë besën pra mbi dorën e bekuar pejgamberit alayhis salam. Dhe në fund, pejgamberi alayhis salam dorën e tij tjetër e vën mbi dorën e gjithë muslimanëve që aty ja dhënë besën pejgamberit alayhis salam. Dhe më thënë, e vën dorën e tij dhe thot kjo është për Othman. Dhe më thënë, Othmani nuk është këtu, sepse e kemi dërgu ne atje. Mirë po, ai është pjesëmarrës në këtë bekim, që do t'ju jepet atyre që thot Allahu që do të jetë i kënaqur me ta. Dhe në fakt ky grup që në këto rrethana kaq të vështira ja jep besën pejgamberit alayhis salam përkundër krejt këtyre argumenteve që i tham që s'kan pas përgatitje për ballafaqim me shpellë me Kurejshët dhe kanë mujt shumë mirë mu kthy në shtëpi dhe me luftu ndonjëherë tjetër kur janë përgatitur. Por me që tani kërkonte momenti se Osmani kishte mbetur atje dhe këta supozonin se ka vdekur, ta e bën këtë bekim, prandaj edhe është një test të cilin ata e kanë kaluar. Të gjithë e kanë dhënë, domethënë ja kanë dhënë besën pejgamberit alayhis salam, në hadithe përmendet përveç një njeri, një hipokrit, i cili u fsheh pas devës së tij dhe nuk shkoi me dhënë besën atje. Pra, subhanallah, nuk ka pas mundësi një njeri pa sinqert me shku me dhënë besën, sepse Allah pastaj garanton për krejt ata, thotë vërtet Allah është i kënaqur me besimtar. Do të thënë nuk mundet me marr pjesë në këtë bejat, në këtë betim, dikush që nuk është i sinqert. Prandaj edhe ky grup i këtyre sahabëve që kanë qenë këtu, pra, ku kanë qenë gjithë sahabët e Emdhej Ebu Bekri, Omeri, Aliu, ata të përgëzuarit me xhenet, përgjithësi, domethënë shumica e sahabëve të cilët përmenden vazhdimisht në sira, po edhe të tjerë, sepse ka qenë një numër i madh që kanë ardhur me pejgamberin alayhis salam dhe ta llogaritën që janë grupi më i lavdruar pas Bedrit. Pra, për Bedrin kemi folë disa herë. Për shembull, një hadith që është që Xhibrili thotë më zbriti dhe më tha, i ka thënë pejgamberit alayhis salam, ç'a mendon për ata që kanë marrë pjesë në Bedër, dhe pejgamberi alayhis salam i thotë ata janë më të mirët prej neve, a Xhibrili thotë edhe melekët që kanë marrë pjesë në Bedër janë më të mirët prej melekëve. Allahu ka shpall ajete kuranore, disa ajete kuranore ku i lavdron ata të Bedrit. Prandaj edhe ata e grupi si grup më i lavdruar, ndërsa ky është grupi i dytë pas Bedrit më të lavdruar për shkak të kalimit të këtij testi të madh, kësaj sprove që e bën. Dhe subhanallah në surën Fat, në një ajet kuranor thotë Allahu, ata që të zotohen ty në të, ata që të zotohen ty, domethënë që ta dhënë besën ty, në të vërtet ata ja dhënë besën Allahut, se dora e Allahut është mbi duart e tyre. Pa subhanallah, çasi bekimi kanë arritur këta, që dora e Allahut është aty për mbi dorën e tyre. Domethënë e kanë arritur shpërblimin e madh edhe kënaqësinë e Allahut me këtë çka kanë bërë.
Gjithashtu, në një hadith, pejgamberi alayhis salam i thotë ju jeni njerëzit, u tha këtyre të bejatul Ridwan, thotë ju jeni njerëzit më të mirë në tokë. Pra s'ka njerëz më të mirë që ecin në rrugën toksor se sa jo tani. Gjithashtu, në një hadith tjetër, thotë pejgamberi alayhis salam, askush që e ka dhënë bejatur Ridwan nuk do të hyjë kur në zjarrin e xhenemit. Më thënë, asë njeri faktikisht prej atyre që e ka dhënë këtë besatim, s'ka me hy në zjarë të xhenemit. Pra, kjo është hadith e Sahih Muslim. Më thënë, përveç kësaj, Allahu atyre ju dha dhe lajmin e gëzuar, se do t'ju jep një fitore të afërt edhe shumë shpërblime, shumë ganime. Dhe me thënë, shpërblim edhe financiar, si me thënë, pasuri, dhe kjo, kjo është ligji i Allahut. Do të thënë, sa herë besimtarët bëjnë një sakrificë për hir të Allahut, Allahu përveç që ju jep sukses në atë çfarë e kërkojnë, Allah i shpërblen edhe në këtë botë para se t'ju vijë shpërblimi në botën tjetër. Për shembull, në betejën e Bedrit, ata e zgjodhen, domethënë ishte në pyetje karavani, por e lan karavanin edhe ju përgjigjen thirrjes pejgamberit alayhis salam që me luftu me Kurajshët edhe pse ishin 3 fish më shumë, dhe Allahu domethënë ju dha fitoren, po edhe ju dha pasuri sepse e fituan këtë luftë, domethënë dhe e ndan atë pasurinë e luftës, plenë e luftës. Prandaj edhe për këtu po i lajmërojnë dhe kjo do të jetë ajo që do të diskutojmë një pas 3-4 ligjërata, domethënë është fitoria ndaj Hajberit, e më vonë do t'ju jep edhe fitoren në Hunein pas lirimit të Mekës, që edhe kjo do ta ndryshoj komplet gjendjen e umetit. Domethënë aq shumë të mira materiale do t'ju jep Allahu subhanahu wa taala. Dhe shohim domethënë në këtë rast se çfarë bekime të mëdha ka Uthmani ibn Affan. Padyshim se gjithë sahabët kishin domethënë një nder kaq të madh që ja dhanë besën pejgamberit alayhis salam në këtë rast. Mirë po Uthmani, jo vetëm që ai ishte që i kishte përfaqësu muslimanët, që i kishte shku atje, po pejgamberi alayhis salam, më thënë aq e nderonte Uthmanin që nuk dëshiroi të kthehet pa marrë hak për Uthmanin, dhe në anën tjetër, nuk po është në këtë moment kur po i jepet besa, por pejgamberi alayhis salam po e vën dorën e tij të bekuar në vend të Uthmanit. Domethënë, veç me mendu pak për këtë gjë, pejgamberi alayhis salam, domethënë duke dëshmu për Uthmanin, se edhe ai kishte me dhënë besën këtu, me shumë siguri, pra pejgamberi alayhis salam kur e bën për në vend të dikujt ajo dihet që e ka dhënë për dikë që është njeri i sinqert. Pse po përmendim këtë gjë? Sepse Uthmani ka pasur disa sprova gjatë kohës kur ka qenë halife, pra me disa grupacione të devijuara, që Allah na rujt edhe sot e kësaj dite, domethënë ka grupacione të tilla të devijuara që i shohin sahabët, po edhe që flasin për Uthmanin. Ka ndodhur në kohën e Uthmanit që është domethënë një gjë tash për shkëputemi pak prej ngjarjes këtu, po jemi tu fol për Uthmanin, prandaj ja vlen ta marrim edhe këtë mësim se ka të bëjë me këtë bejatur Ridwan dhe me Uthmanin, Allah qoftë i kënaqur me të. Njëkohësisht prej sirës mësojmë shumë sende, domethënë se si është jeta, si janë njerëzit, si i keq përdorin njerëzit disa
informacione, si e kanë gjuhën e mbreh disa për me sulmu, dhe si kapen për gjëra të cilat domethënë në atë shikimin e parë të duken se aq janë, domethënë aq shumë me me shumë përkushtim folin kundër dikujt, sa që ti duket që po të mahnit me këtë folur se ashtu duhet me qenë. Por njerëzit duhet me qenë shumë, shumë muslimani duhet me qenë shumë i kujdesshëm. Pa shikoni si ka qenë rasti. Vinë në kohën kur ishte Othmani kur ishte halife. Pra se e dim që pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam ka qenë Ebu Bekri, kur ka vdek Ebu Bekri ka qenë Omeri dhe kur ka vdek Omeri ka qenë Othmani. Dhe vjen një Havarixh, e kemi përmendur edhe më herët, domethënë Havarixhet në sira, pra grupe ekstreme të cilët zakonisht bëjnë kritika dhe këta, domethënë në akiden e tyre për gabime, domethënë për kush bën mëkate del krejt prej fesë, pra se llogariten hiç musliman, pra është gabimi i tyre në akide. Dhe vjen dikush prej tyre dhe e sheh një grumbull njerëzish në Medinë se janë mbledhur rreth një plaku që po i flet. Për diçka domethënë për fenë, për dijen. Dhe thotë kush është ai? Thotë ky është, njerëzit thonë është Abdullah ibn Omeri, pra djali i Omerit, Allah qoftë i kënaqur me të, domethënë tërë jetën ai është marrë me domethënë transmetimin e haditheve, ngjarjeve e tjera. Allah i ka dhënë dituri dhe ky shkon në mënyrë shumë të vrashë se zakonisht kështu e kanë stilin ata që shiten kështu se janë shumë musliman të fortë edhe sulmojnë me gjuhë shumë të afërt, të ashpër dhe i thotë o Ibn Omer, i kam disa pyetje me t'i bën. Edhe Ibn Omeri i thotë vazhdo pyet. Dhe ky i thotë pyes ama domethënë duke t'u betu, pash Allahun me mi dhënë përgjigjet e sakta. Dhe i thot vazhdo pyet, i thot domethënë Ibn Omeri. Dhe i thot tregom a ka mungu Othmani në luftën e Bedrit. Thot më betove në Allah, thot dhe po të përgjigjem. Po, nuk ka qenë në luftën e Bedrit. Thot, a ja ka kthy shpinën armikut Othmani në luftën e Uhudit? Thot, po, ja ka kthy. Thot edhe, a s'ka qenë ai aty kur është bën Bejatu Ridvan? Nuk ja ka dhënë besën pejgamberit alayhis salam. E thot, më betove në Allah, po nuk ka qenë aty. Dhe thot, Allahu Ekber. Domethënë, ja arrita qëllimit. A përshenjën njerë se kaq i keq që ka, domethënë Othmani. Subhanallahu se si arrin edhe nganjëherë kur shohim në historinë islame çdo herë ka pasur njerëz të tillë. Edhe sot e kësaj dite zakonisht ata përdoren qoftë islamofob që janë, qoftë që luftojnë ndonjë prisë të drejtë, nuk janë që kanë ndonjë njohuri shumë të madhe, po krejt që ai bën është se e kanë këtë gjuhën thëmbuese, e kanë shumë të fortë. Edhe i marrin një anshëm gjërat, pa u bazu në aspektin akademik, edhe sulmojnë. Dhe kjo është një mësim shumë i madh për neve. Dhe Ibn Omeri thot, o ti, kthehu këtu, dhe më dëgjo se çka po të them. Thot, më pyete për Bedrin, thot, dhe në Bedër, Othmani nuk ka marrë pjesë, por Othmani është nisur që të merr pjesë në luftën e Bedrit, dhe pejgamberi alayhis salam e ka kthy atë dhe i ka thënë kthehu sepse Rukaja, gruaja e Othmanit, vajza e pejgamberit alayhis salam, ka qenë shumë e smur. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë kthehu dhe kujdesu për Rukajën. Do të thënë një jetë i tij është për me shku dhe në fakt kur janë kthy prej Bedrit, gjithë atë gëzim që e kanë fitu
luftën e Bedrit, sa po kanë hyrë në Medinë, pejgamberit alayhis salam i ka ardhur lajmi i hidhur, Osmani ishte duke varros Rukajen, dhe pejgamberi alayhis salam kur e ka nda prej në luftës, ja ka nda dhe Osmanit, sepse ai me një jetë ka qenë për me ardhur, por e ka ndalu pejgamberi alayhis salam për shkak të gjendjes së bashortës. Po të sa i përket Uhudit, kur është bëhe ato llovia që, domethënë, ushtria e Halid ibn Velidit në ato anë që i ka sulmu shigjetarët, e në anën tjetër janë kthy këta dhe kanë hysin, është bërë një kaos aty në betejë. Është e vërtetë se domethënë shumë prej muslimanëve janë kthy në anën e kundërt, po ja kanë kthy shpinën armikut. Kanë fillu me ik në anën e kundërt. Po thot për këtë Allahu ka shpall ajet kuranor dhe ka thënë që i ka fal Allahu ata. E kush jemi ne me dëshmu edhe me marrë atë si argument kur Allahu i ka fal? S'mush me matim një gjë për argument se ky qenë ka i dopt, kur Allahu subhanahu wa taala i ka fal gjithë ata musliman që kanë bërë këtë gjë. Ndërsa thot sa i përket Bejatul Ridwan, thot ajo është bë për Osmanin. Domethënë Osmani ka qenë në Mekë dhe ai betim u bë për to, sepse kanë menduar që e kanë vrarë Osmanin. Pra kaq i rëndësishëm ka qenë, dhe edhe pse ai s'ka marrë pjesë në Bejatul Ridwan, pejgamberi alayhis salam dorën e tij të bekuar e ka vendosur, domethënë ka garantu shpirtërisht dhe fizikisht për Osmanin se është me ta. Prandaj thot merri këto informacione dhe shko te populli dhe tregoja këtë gjë. Hiç që po mundohesh mi bë këto gjëra. Pastaj është një hadith tjetër për Osmanin që thot edhe engjujt kanë tërë nga Osmani. Domethënë aq njeri me vlera të mëdha ka Osmani, sa që edhe engjujt domethënë përprohen prej tij, prej respektit të madh që kanë. Ashtu siç ishte ai një person i përulur, fisnik, edhe ishte shumë i turpshëm, modest, sa që edhe engjëjt e kohëshit prej tij. Kështu që sahabët duhet me ditë që janë njerëzit më të çmuar të umës. Nuk ka dikush më të çmuar, domethënë se ata, sepse edhe pejgamberi alayhis salam na ka dëshmuar këtë gjë, kur thotë që gjenerata më e mirë që ka i mbi tokë janë sahabët. Pastaj janë ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre. Dhe Allah në Kur'an na tregon që ai është i kënaqur me ta. Prandaj edhe ne e përmendim gjithmonë, Allahu qoftë i kënaqur me ta kur ju përmendim emrin. Dhe çdo tentativë i grupeve të devijuara që me për ul ndonjë sahab, domethënë është gabim shumë i madh. Dhe në përgjithësi pasues të sunetit, ehli sunna wal jamaa, e denojnë çdo fjalë të keqe që thuhet për sahabët. Ky druri në të cilin është e kanë dhënë besën ndaj pejgamberit alayhis salam, sa i përket vendndodhjes së tij, është çështje që as sahabët pas një kohe nuk e kanë ditë tamam se cili është. Sepse ka pas të ngjajshëm në atë pjesë. Kështu se Xhabir ibn Abdullah, i cili në atë kohë ka qenë 19 ose 20 vjeçar, e kur e kam pyetur më vonë, a e din, thot si kur ta shihja, do t'ju tregoja saktësisht atë pemë të cilën u olëm. Domethënë është domethënë se kjo pemë, sepse Allah e ka përmend në Kur'an. Dhe pejgamberi alayhis salam u ul në të për një kohë të gjatë, duke e marrë domethënë besatimin e sahabëve. Pra ka shumë histori të lidhura me këtë pemë. Megjithatë, në të njëjtën kohë, duket sikur shumica e sahabëve nuk kishin mundësi me identifiku kush ka qenë. Pse? Sepse gjitha pemët dukeshin njësoj në atë vend. Dhe është një hadith e Buhariu që transmetohet për njëri prej sahabëve, ku thotë
kur mbretëm atje vitin tjetër, u përpoqëm ta gjenim atë pemë. Mirë po asnjëri prej nesh nuk mund të binte dakord se cila pemë ishte. Mirë po, çka ka ndodhur pas disa vite, më shumë se një dekadë, më shumë se 10 viteve pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam, beduenët pra fshatarët e shkretirës, që sapo kishin pranuar islamin, ishin si musliman të rinj, filluan ta adhuronin këtë pemë. Që se e kanë gjetë pemën cila është, dhe ndërtuan aty një xhami dhe çfarë bënin me këtë pemë, shkonin aty dhe e preknin shpinën, e fërkonin rreth këtij muri për bekim, gjësendet e tjera. Dhe një prej tabiinëve e sheh këtë xhami jashtë Mekës dhe i pyet njerëzit çfarë është kjo dhe njerëzit i thonë këtu pejgamberi alayhis salam me sahabët, domethënë e kanë bërë bejat Ridwan. Kështu që ai kthehet në Mekë dhe aty sheh Sa'd ibn el-Musayyib, dhe që ishte një prej, domethënë tabiinëve, ata që i kanë taku sahabët, e që babajin e tij e kishte sahab, njëkohësisht që ishte nxënësi i Ibn Abbasit, edhe e pyet, edhe i thot, a ka mundësi që njerëzit po e dinë atë? E thot, ky i thot, babai im ka qenë një prej atyre që ka marrë pjesë në Bejatur Ridwan, por ai edhe shokët e tij s'kan mund kur me kuptu cila pemë ishte, kush janë këta njerëz që po e dinë më mirë se sa ata që kanë marrë vetë pjesë aty. Dhe ka arritur lajmi te Omeri, Allah qoftë i kënaqur me të, se i cili ishte halife në atë kohë, që beduinët po e adhuronin atë pemë. Edhe po fërkoheshin të ajo pemë për bereqet, për bekimin. Kështu që Omeri me njëherë urdhëroi që ajo pemë të pritet e të caktohet. Thënë që kjo tregon tash një çështje tjetër. Domethënë Omeri e qërton këtë punë, urdhëron që pema të pritet që njerëzit mos të adhurojnë, sepse kjo është jashta asaj çka na ka mësuar pejgamberi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe për varrin e tij e ka lënë amanet, mos e adhuroni varrin tim. Domethënë ashtu qysh bëjnë grupe tjera të devijuara domethënë të feve të mëhershme. E lëre më vetëm se ka marrë pjesë të një pemë, me shku edhe atë pemë me adhuru. Kjo është një çështje, domethënë një praktikë ignorante, që njerëzit e paditur veprojnë kështu. Domethënë me emocione, se pi dashurisë ndaj kësaj peme që çtu ka hecë pejgamberi alayhis salam, çtu u ul për punë, kjo pemë përmendet në Kur'an, edhe tash ta bëjmë. E para nuk kanë mundur me ditë cila është ajo pemë, po shturtësia pse s'ka mundur, po dhe sikur ta dishin, nuk e bën këtë objekt të shenjtë kjo gjë që pejgamberi alayhis salam aty ka qenë. Mirë po subhanallah, njerëzit zakonisht kur janë në islam edhe ma herët kanë pasur idhujtari, apo është e përhapur idhujtaria në regjionin e tyre, shpesh i ngatrojnë këto gjëra edhe fillojnë islamin me përshtat ndaj idhujtarisë. Pak kështu ka ndodhur me fete mëhershme. Po e zëjmë kur perandori romak Konstantini ka pranu krishterizmin, që ka qenë superfuqi perandoria romake në atë kohë, po ka qenë idhujtare. Tash kjo ka qenë një gjë shumë e madhe, perandori i superfuqisë, si Trumpi sot më pranu, domethënë po e zëjmë islamin ose diçka tjetër, ka qenë diçka shumë e madhe, normal që njerëzit janë gëzu. Mirë po, ai ka ardhur nga një
perandori që ka qenë e stërmbushur me idhujtari. Do të thënë kanë qenë të gjithë adhurues të idhujve. Edhe shumë gjërave të tilla, bestytnive të tilla që lidhen në fenë idhujtare. Prandaj edhe i ka leju shumë sene të idhujtarëve, mja bashkangjitë tash krishterizmit, që fatkeqësisht kanë mbetë edhe deri sot, thotë ne, që i ka luftu ata që kanë pas, domethënë, që kanë qenë pasues të drejtë të Isait alayhis salam dhe e ka bë këtë versionin e vet. E ka përzi krishterizmin e idhujtarit. Domethënë kështu ka tendenca edhe te feja jonë fatkeqësisht, por që dietarët islam vazhdimisht i kanë luftu këto gjë. Thënë ka shumë tyrbe po zëjmë, që një njeri vetëm se ka qenë i devotshëm po zëjmë, tash aty te varri i tij shkojnë edhe adhurojnë atë, kërkojnë prej tij ndihmë, ju jep fëmijë, pasuri e tjera si ky njeri i devotshëm ndërmjet të Allahut. Pra, përzihet idhujtaria me islam dhe këtu dëmtohet akida. Prandaj shenjtërimi i objekteve ndalohet. Këtu ta kemi parasysh nëse vizitohet një objekt për të kuptuar, si me thënë, historinë e atij vendi, e asaj gjë siç këtu po zëna në Medinë për shembull, kur shkojnë ta vizitojnë Medinën, shkojnë edhe te xhamia Kuba, po ka qenë e para që ka bërë pejgamberi alayhis salam, do thënë para se të hyjë në Medinë, apo shkojnë te vendi ku është bërë lufta e Uhudit, apo shkojnë në shpellën poshtë ku ka zbrit fjala e parë, shpellën Hira, pra Ikra, apo te betejë e Bedrit e tjera, me atë synimin që m'ju kujtu historia e këtyre vendeve, kjo gjë është e lejuar. Por nëse shkohet me atë mendimin se nëse shkon aty edhe fërkohesh për aty e merr pak dhepi aty te gjëra të tilla, kjo gjë është e ndaluar. Fatkeqësisht ka shumë gjëra të tilla, për shembull nëse shkon në haxh apo në umre, sheh njerëzit se si kanë marrë nai tesh apo do tespih apo ndonjë Kur'an, edhe shkojnë edhe fërkojnë për qabe dhe mendojnë se me këto kanë me shpëtu tash sa herë të prekin këto apo gjëra të tilla, domethënë kjo është diçka që është e ndaluar në islam, dhe po shohim se si Omeri me diturinë e tij menjëherë ka shku dhe ka prek këtë domethënë dru, sepse nuk lejohet shenjtërimi i këtyre objekteve, edhe pse e kanë atë fuqinë historike të tyre, domethënë si vende shumë të rëndësishme. Kur drurin cilën e kanë dhënë besën pejgamberi alayhis salam me sahabët dhe është përmendur në Kur'an, është dashur më prej për njerëzit mos me deviju, ku mbetet atëherë për shembull shenjtërimi i disa gjërave që i kanë qitë prej vetit më vonë, se jo këtu ka kalu një njeri mirë, një njeri devotshëm e tjera, domethënë këto janë të gjitha që nuk kanë bazë në dijen islame, në akiden islame. Këta e japin besën, sahabët e fitojnë krejt këtë shpërblim, testi për ta përfundon dhe në fund domethënë Osmani kthehet. Pra subhanallah, kështu kur Allah dëshiron m'ju bë risk disa njerëzve të mirë që të testohen për diçka, të fitojnë diçka, ju bën. Domethënë këta kanë mundur të marrin ma herët vesh se është gjallë Osmani radiallahu anhu. Mirë po, Allahu ka dashur që t'i shpërblej edhe të i testoj ata në imanin. Dhe kur këta dëgjojnë se po kthehet Osmani, shkojnë dhe menjëherë shkojnë te Osmani dhe mendojnë
faktikisht para kur dëgjojnë që po kthehet, fillojnë me fol, thonë lumit ai e ka kry umrën, si ka qenë atje. Dhe subhanallahu pejgamberi alayhis salam që e njeh aq mirë Uthmanin, thotë jo nuk besoj që ai e ka kry umrën. Po shkoni edhe një dëshmi tjetër që pejgamberi alayhis salam e njeh mirë besimin e tij. Po nuk mendoj se ai do të bëj tavaf. Si mund të bëj ai tavaf kur ne nuk e kemi bërë? Ndërsa sahabët thonë sa me fat është ai se e ka bë tavafin. Dhe një farë mënyrë këtu shohim edhe se si ishin të etur sahabët me bë tavaf edhe umre me hyrë në Mekë. Ishin dëbu prej Mekës, nuk e kanë pa qabën që 6 vjet që janë rrit aty dhe u mungon aq shumë sa që ndin një farë xhelozie që Uthmani në siguri e ka kry e na se kemi kry. Dhe si e pan, e rrethun e thanë, a je knaqti me qabën, a ki kry tavafin. Dhe subhanallahu Uthmani me njerë ju përgjigje, thotë, çfarë mendimi të keq pas këtë për mu? A mendoni që unë do të bëj tavaf e pejgamberi alayhis salam është ende këtu? Thotë vallahi edhe nëse një vit kisha qëndru në Mekë, nuk e kisha bë tavafin, derisa pejgamberi alayhis salam të vinte ta bëj tavafin. Pra, ku shihet edhe qëndrimi dhe besnikëria e Uthmanit ndaj pejgamberit. Pra dhe pse është një gjë shumë e dashur për të me bë tavafin, për shkak se ka shku atje si prezantuesi i pejgamberit alayhis salam dhe aq shumë dëshiron që me kry punën për pejgamberin alayhis salam dhe nuk don edhe tavafin që shumë si me thënë është përmallu me bë dhe dëshiron me bë, por nuk do me bë para pejgamberit. Pra është një mësim për dashurinë që e kanë pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe respekt. Kurejshët dërgojnë pas Uthmanit e dërgojnë një delegacion tjetër. Dhe ky në këtë delegacion e dërgojnë Mikras ibn Hafs. Dhe pejgamberi alayhis salam si e sheh nga larg, ju thot sahabëve se erdhi Mikras ibn Hafs, por nuk besoj që po mu bë diçka me ta. Dhe këta fillojnë me bisedu pejgamberi alayhis salam me të, mirë por nuk arrihet asnjë marrëveshje. Sepse Mikrazi ofronte kushte krejtësisht të papranueshme. Dhe ndërkohë, sa ishte aty Mikrazi, ende vjen një delegacion tjetër prej 3 vejtve e që kryesori prej tyre ishte Suhejl ibn Amr. Dhe subhanallahu pejgamberi alayhis salam si e sheh nga larg Suhejlin, ju thot sahabëve, po vjen Suhejli dhe kjo shenjë se po vjen lehtësimi. Pra, lehtësim, vetë fjala Suhejl është që lehtëson, do me thënë është pra sehl është diçka që lehtësohet. Dhe këtu pejgamberi alayhis salam po e përmend një shenjë të mirë. A janë të lejushme këto parashikimet për shenja se diçka është shenjë e mirë apo nuk është shenjë e mirë në islam? Pra këto oguret, si me të cilat fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite ka shumë mesin edhe musliman. Për shembull, keni dëgjuar thonë nëse ta përjen rrugën masa e zezë, pa me të ndodhë diçka e keqe. Apo nëse e sheh një korb të zi, pa me ndodhë një vdekje, apo diçka të ngjashme që edhe në Perëndim janë shumë të përhapura, për shembull numri 13, sjell fatkeqësi, me ra 13
premten është diçka shumë e rëndë e tjera. Pra këto oguret apo shenjat për me parashiku diçka janë ndaluara, do të thënë islam. Nuk ka diçka të tillë si bestytnit apo oguret e këqija që pranohen islam. Bile në një hadith pejgamberi alayhis salam thot besimi në ogur është një lloj shirku. Se ti mbështetesh që të keqen ose të mirën ta sjell ai objekt e jo Allahu. Subhanallah. Po zem, do thënë nëse beson ti që nëse të kalon maca pa me ndodh një e keqe, atëherë po ja jep fuqinë macës, ha? Apo nëse e qet atë patkojën e kalit në derë apo në fyt apo diçka e kjo të mbron prej një të keqe, po ja jep fuqinë këtij objekti. Pra është një lloj shirku. Mirë po kur e ka thënë pejgamberi alayhis salam se besimi në gure është një lloj shirku, ka vazhdu dhe ka thonë, por mua më pëlqen fal. Qa është fal? Është oguri për të mirë, apo me besu një shenjë për të mirë. Dhe kur i tham sahabët çfarë është el fal, tha një fjalë apo frazë e mirë që dikush e dëgjon. E çfarë do të thotë kjo? Ka dy kushte që nëse plotësohen, rekomandohet me marrë diçka si shenjë e mirë. E para, të jetë pozitiv, pra mos me qenë diçka për negativ. Me qenë diçka do me thënë, çka po më duket një shenjë e mirë prej Allahut. E mirë, e jo shenjë e keqe. Pra për të keqe nuk lejohet hiç. Pra një kusht me qenë diçka e mirë pozitive, edhe e dyta që lidhet me Allahun subhanehu. Pra mesazhi të jetë i lidhur me Allahun subhanehu. Pra është në fen tonë rekomandohet kjo shenjë e mirë dhe nuk është gjë tjetër kjo veç se kjo nuk kuptohet me qenë optimist në Allah. Për shembull, nëse dikush prej neve bën dua dhe është një ditë me re, për zemër, edhe pa prit mas del ylberi apo hapet qielli, edhe thot dikush kjo është një shenjë e mirë se Allah ma pranon duan, kjo nuk ka gjë të keqe sepse i ka plotsu këto dy kushte. Pra edhe është diçka optimizëm, është diçka për të mirë, edhe e dyta lidhet me Allahun, se Allahu është, domethënë ai që ma plotson e jo, po mbron prej të keqes një patkuj i kalit. Pra është Allahu ai i cili ta sjell të mirën dhe domethënë mendimi pozitiv për diçka të mirë. Sepse edhe në fen tonë përgjithësi optimizmi është i lavdëruar. Prandaj edhe në këtë rast pejgamberi alayhis salam kur ka thënë erdhi Suheli dhe me të mund të vijë domethënë lehtësimi për neve, atëherë kjo nuk kupton domethënë që pejgamberi alayhis salam e ka pasi një shenjë të mirë prej Allahut. Suhejl ibn Amr ka qenë një njeri i cili ka qenë shumë domethënë i pushtetshëm në Mekë, ka pas oratori të madhe dhe ka qenë prej fisnik. Në luftën e Bedrit ai është zënë rob dhe kemi përmend që ka ndajt në shtëpitë pejgamberit alayhis salam. Se ka po Omer ka thonë ai dërguari i Allahut, ma le t'ja posa gjuhë për shkak se ka fol ky me oratorinë në Mekë kundër Islamit dhe pejgamberi alayhis salam thotë o Omer, për këtë nuk jam i urdhëruar si pejgamber. Për Allah s'u më ka urdhëruar me masakru gjuhën dikujt. Dhe thot leje se ku e di ti, ndoshta prej gjuhës së tij ndonjëherë do të dalin fjalë të mira. Dhe ky ka qenë pra përfaqësues në Hudejbije që është arritur edhe marrëveshja. E ka pranuar Islamin gjatë çlirimit të Mekës dhe prej atyre që kanë pranuar Islamin është njohur për devotshmërinë, domethënë pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam prej krejt atyre që
e janë konvertu vonë në pas lirimit të Mekës, ka qenë më i devotshëm, që dhe dëshmohet në disa raste dhe Allah ja mundson me vdekë si shahid. Por këtu në këtë moment pra po vjen si një kurejsh, si një idhujtar. Djemtë e tij, të dy djemt e kishin pranuar Islamin. Njëri prej tyre Abdullahu i Madhi, Abdullah ibn Suhejl, gjatë luftës së Bedrit kur afrohen shumë afër muslimanëve, natën e ndron kampin që shkon ka muslimanë. Dhe lufton kundër kurejshëve dhe mundi me marrë mend se çfarë çka i ka shkaktuar kjo Suhejlit, prisit kurejshëve që djali i tij ka dalë natën anë muslimanëve çfarë turpi e ka ndi ky para kurejshëve tjerë. Ndërsa vllau tjetër e Bujandal ibn Suhejli u burgos prej vetë këtij Suhejli ibn Amr, sepse kur ai mor vesh që në luftën e Bedrit vllau i tij ka dalë ani, filloi edhe ky me fol haptazi për Islam, edhe tha po du me shku edhe unë te vllau im në Medinë dhe Suhejli e burgos djalin e tij dhe tani domethënë pas luftës së Bedrit deri tani kanë kalu 4 vite e ky po rin i burgosur në shtëpinë e babait të vet. Çfarë mirët vesh në këtë, çfarë domethënë marrëveshje bëjnë në këtë rast? Pejgamberi alayhis salam pasi që fol me Suhejlin, i cili vjen si delegat zyrtar i Kurejshëve, ata bien dakord ta shkruajnë një traktat, një marrëveshje. Po pejgamberi alayhis salam e thirr një shkrues, pra e thirr Ali ibn Ebu Talibin, që thot shkruaj. Pra këtu shihet edhe ajo e përsia pejgamberit alayhis salam si lider, si pris, që dëshiron të ketë të shkruara ato çfarë mirën vesh. Dhe i thot Aliut shkruan Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, Ar-Rahmanir-Rahim, mëshirësit. Suhejli thot prit, thot unë nuk e di kush është ky Ar-Rahman, Ar-Rahim. Thot unë e pranoj veç Bismik Allahume, në emër të Allahut. Pra Allahun e pranonin si Zot dhe kjo Rahman Rahim ishte diçka e papranueshme për ta, po dy emrat Allahut. Edhe pejgamberi alayhis salam thot mirë, Aliut, shkruaj ashtu si po do. Dhe thot kjo është marrëveshje mes Muhamedit, që është Rasulullah, i dërguari i Allahut, dhe Suhejl ibn Amr si përfaqësuesi Kurejshëve. Dhe Suhejli thot prit, sikur unë të kisha pranu ty si Rasulullah. Allah i thot as që do të pengojshim neve ty marrë në qabe, as që të kishim luftu ty. Për kundra thot të shkruje Muhammed ibn Abdullah, djali i Abdullahut. Por Aliu vetëm e kishte shkruar Rasulullah dhe i thot pejgamberit alayhis salam vallahi unë nuk e fshikëm. Dhe pejgamberi alayhis salam e merr dhe vet e heq Rasulullah, më thënë, shite këto modestia pejgamberit alayhis. Dhe pastaj shkruhen ato çka u morën vesh. Dhe pejgamberi alayhis salam para se të shkruaj këtë gjë i kishte thënë sahabëve Allahi çka do që kërkojnë, përveç nëse kërkojnë diçka me kundër që është kundër shenjtërisë së qabës apo diçka që është haram, përndryshe çdo gjë tjetër do ta pranoj, vetëm mos të derdhet gjak dhe vetëm mos të shkelet shenjtëria e qabës. Prandaj edhe do të shohim se kjo marrëveshje domethënë ka disa gjëra që nuk janë shumë të pavarshme për musliman. Pra e para ajo që ata ja e bën vetën ja s'ka që të kthehen këtë vit dhe të vinë vitin tjetër. Sepse nëse i lejojnë këtë vit, kanë mu bë horë para arabëve tjerë, kanë me fol ata me thonë ja qysh i mundën musliman. Pra, marrëveshja e parë, pejgamberi alayhis salam të kthehet pika e parë e marrëveshjes, të kthehet në Medinë dhe këtë vit mos hyjnë Mekë, ndërsa vitin e ardhshëm ta vizitojnë në afat për 3 ditësh
duke mos pas me veti armë të tjera përveç shpatave në këllëk. Gjatë kësaj kohe, Kurejshët nuk guxojnë të bëjnë kurfar pengisash. Pra, qysh deshën ata dhe pejgamberi alayhis salam e pranoi. Pika e dytë, ndërprerja e armiqësive mes tyre në një afat prej 10 vjetësh. Gjatë kësaj periudhës as gjatë anëpushimit, njerëzit kanë me qarkullu lirisht dhe të ta mbrojnë njëri tjetrin. Që do të shohim se kjo pikë është shumë në favor të muslimanëve, sepse kur s'ka lufta, atëherë ka mundësi për davet. Pika e tretë, çdo fesë që dëshiron të bashkohet Muhamedit mas kësaj date, mas kësaj kohe, këtë mund ta bëj me kush që të respektoj këtë kontratë. E kush dëshiron ta bëj këtë me Kurejshët, le të veprojë ashtu. Çdo fesë i tillë do të konsiderohet si pjesë e atij populli, çdo armiqësi kundër aleatëve do të konsiderohet si armiqësi ndaj palës që i takon. Pra, fiset, kush janë me Muhamedin alayhis salam dhe kush janë me Kurejshët, ndahen dhe mandej këta që janë me Kurejsh duhet me respektu ato fise që janë me Muhamedin alayhis salam dhe ata duhet me respektu ta. Dhe pika e fundit që është më e padrejta është ata që shkojnë te Muhamedi alayhis salam pas kësaj kohe, domethënë prej Mekës. Shkojnë te Muhamedi alayhis salam, ata prej fisit Kurejsh, do të kthehen në Mekë. Muslimanët e kanë obligim mi kthy, mos mi pranu. Pra musliman të cilët vijnë prej Mekës te muslimanët e Medinës, ata duhet mi kthy mrapsht, mos mi pranu. Kurse ata që vijnë nga Medina te Kurejshët, ata i pranojnë. Flihen në Mekë, mos t'u kthehen muslimanët. Domethënë është një padrejtësi e hapur. Pra, ju si musliman, nëse dikush konvertohet dhe më ardh te ju, ju duheni me kthy Mekë me na dorëzu neve, ndërsa nëse neve na vjen dikush dhe juve na me pranë. Dhe kjo ishte domethënë një gjendje shumë e keqe që domethënë sahabët fillun me argumentu si është kjo mundësi, është diçka shumë e padrejtë kjo që po bëhet, dhe në atë kohë pra ndodhi ishte vullneti i Allahut subhanahu wa taala që me ardhe dhe kjo sprovë musliman. Domethënë vjen djali i dytë i Suhejlit, i cili kur kishte ndëgju që muslimanët janë këtu afër, kishte ikur, ende kishte zinxhir të lidhur rreth vetes, po ishte ik disi, ishte largu disi prej Mekës dhe i lumtur që i kishte mri musliman dhe që mas 4 vjetë e gjys do të ju mundsohet me qenë te musliman dhe filloi të thonë, o musliman, ju gjeta, elhamdulillah, ju gjeta, domethënë ishte shumë i lumtur. Por Suhejli i drejtohet pejgamberit alayhis salam dhe thotë edhe këto është i pari mbi të cilët do të zbatohet ky kusht. Pra cili kusht? Ai kusht që nëse dikush prej Mekës vjen te muslimanët, ju duheni me na kthy neve. Dhe domethënë do të vazhdojmë inshallah herën tjetër me këtë ngjarje që është shumë dramatike. Rasti i Ebu Gjendel, se si do të përfundoj domethënë pasi që do t'i kenë muslimanë durët e lidhura për shkak të marrëveshjes të cilët e kanë bërë, dhe në anën tjetër detyrohen ta shohin të vujt një musliman që kaq shumë u gëzu që i gjeti musliman më në fund edhe shkoj i lirë te ta praktikoj fenë e tij, por që shkak të marrëveshjes nuk do ta arritet. Kjo është e tëra për sot. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu ju shpërblet me të mira për durimin, për dëgjimin, dhe Allahu na bëft prej atyre që e duan pejgamberin alayhis salam dhe ndjekin rrugën e tij. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.